Gjej tepër interesant studimin e Viola Jusufajt për faktin që ka sjellur në studimet kritike shqiptare ndoshta një metodë të re studimi, e cila është metoda gjenetike, jo kaq e njohur, madje pa përdorur, mbase nëse unë zgabohem është rasti i parë i aplikimit. Ajo e ka përdorur pikërisht tek libri Ismail Kadares, Mjekullat e Tiranës, një libër i cili është delegjitimuar nga shkrimtari për lexuesin, por është legjitimuar për studiuesit. Në sensin që studiuesi u shërben për të kuptuar, do të thënë për të kapur shenjat, semantikën e veprës Kadares, fillimet, dhe për të parë se si ato shenja materializohen në librat e tjerë dhe se si zhvillohen ato linja, ato ide që ai ka hedhur në fundin e adoleshencës së tij si njeri, por në fillimet e tij si shkrimtar. Mendoj që Viola ka bërë më së miri këtë, do të thënë unë kam lexuar me vëmendje jo vetëm librin, por edhe komentet e saj. Ajo ka arritur në pak a shumë në konkluzionin që vepra e Ismail Kadares, Mjekullat e Tiranës, është ajo pika e rrethit bashkëqendror, ku rrethi hapen në rreth të tjerë pafund, pra vepra mbledhet në një pikë dhe shpërndahet drejt universit në rreth të tjerë. Studiuesen e ka tërhequr ky roman i parë dhe studimi ka dy pjesë. Në pjesën e parë që ka tërhequr studiuesen është fakti se si mund kalohet nga vërteta nga një formë ditari, ku shkrimtari është edhe vetë protagonist. Pra është dhe veprues, është dhe personazh dhe shkrimtari i ngjarjes, dhe si mund kalohet nga një formë pra që mund ta quajmë kronik ose ditare të vërtetës reale në të vërtetën artistike në një roman. Pjesa e dytë pastaj ka vëzhgimin, studimin në kuptimin e metodave stilistikore këtyre që vërteton pa që nevoja do me hysh në anën gazetareske të çështjes që për mua hyn për spekulim, që në frazë apo edhe në disa elemente të tjerë duket që është një roman i parë dhe një sprov prej fillestari që autori me drejtë kishte harruar vetë. Mjekullat e Tiranës është argumenti i bisedës tonë për sonte me studiuesen e Viola Jusufaj. Jemi rikthyer në studio për të vazhduar bisedën që ndërprem përpara insertit. Zonja Jusufaj, tek lexoja librin Mjekullat e Tiranës, më vinte në mendje një bisedë shumë kohëve më parë që kam bërë me një shkrimtare. Ajo thoshte, sipas saj, romani i parë i një shkrimtari është thellësisht autobiografik. Ajo thoshte që gjithmonë në romanin e parë rrëfejnë veten. Ajo i gjykonte këtë procesin të shkruarit të romanit të parë si një lloj zbrazje, le të themi, si një lloj divani psikanalisti që ishte nevojshëm të funksiononte, të kalonte si hapi parë, për të vazhduar më pas te letërsia e vërtet. E kam bërë këtë pyetje shkrimtarëve të tjerë më pas, dhe jo të gjithë kanë qenë dakord. Ju si studiuese si e gjykoni? Jo vetëm për Kadaren, por në përgjithësi, pra, është romani i parë në pjesë më të madhe të rasteve ndoshta autobiografik? Apo është detyrimisht të jetë kështu, është e nevojshme? Ndoshta nuk është diçka që i takon ekskluzivisht posaçërisht romanit të parë, por ndoshta gjithë krijimtaria e autorëve mund të jetë e tillë, mund të jetë e sublimuar, e shndërruar në një formë tjetër. Po, e përzihet me elemente autobiografike gjithmonë. Për shembull, tashni më erdhi ndërmend një frazë e Fishtës, poeti një mend do të shkruan në të shruem të vetvetit, në të shëruar të vetes, çka do të thotë duke shkruar, ai ka shpëtuar. Ndërkaq kujtoj edhe rastin e vuajtjeve të Djaloshit Vërter dhe thuhet se Gotja nëse nuk do ta kishe shkruar këtë roman ku i jep një fund tragjik heroit të tij, do të ishte ai që do të kishte vrarë veten. Kështu që natyrisht që më duket e volitshme kjo që sapo thatë, vetëm nuk do të thoja domosdoshmërisht që i takon shkrimit të parë ose sprovës së parë për të shkruar letërsinë artistike. Funksionon gjithsesi një herë gjatë karrierës. Po, sipas meje, leksiku i Kadares është krejtësisht tipik, original, është krejtësisht identifikues. Gjë që nuk ndodh në këtë libër të parë. Mund të na thoni diçka në lidhje me, si thosh, mos krijimin akoma, pra akoma nuk është krijuar një shtrat, të themi diçka në lidhje me fjalët e huaja që ai përdor apo para në përsëritje me ato gjërat që tham pak më sipër. Do ta quaja
këtë roman si nismëtar të diskursit romanes të Ismail Kadares. Janë të vërtet ato që ju sapo thatë, por nuk mund të ri pa nxjerrë në vëmendje disa raste ku diktohet shkrimtari i arshëm ose diktohet veçanësia e shkrimtarit të arshëm. Që ka të bëjë me leksikun kjo? Me leksikun. Për shembull, janë disa fjalë, disa imazhe verbale të cilat krijojnë asociacione të dridhshme dhe të ëmbla. Për shembull, një nebulozë e largët flurore, ka diku. I pëlqen të përdor përcaktorin vanitos, vanitoze, që ne do ta gjejmë më vonë në gjithë veprën e Ismail Kadares, madje jo vetëm veprën romanore, por edhe në eseistik, në librin Ftesë në studio, që është një libër shumë i dashur për gjithë, ku ai shpjegon laboratorin e tij. Po ashtu vëre edhe një prirje për të krijuar biemra me prapashtesën të e qelibartë dhe një prirje tjetër për të krijuar fjalë me prapashtesën onjëse, ofendonjëse, për shembull këtë e ka të shpesht, por ndryshe nga rastet që dash më lart, këtë të fundit e ka shmangur pastaj në veprën e tij. Në veprën e tij. Po, ka ndonjë, ju e keni pyetur në fakt Kadaren, a ka ndonjë specifik të veçantë ky shkrimtar në lidhje me zgjedhjen e emrave të personazheve? Të themi pse Ema, pse Bardhyl, pse Diana apo Vera? Apo personazhet e tjerë që vinë më pas? Zgjedhja e emrit Ema, siç na shpjegohet, ka ardhur sepse vajzës veti thërrisnin Ema. Ishte si një personazh e cila nga shokët e kursit, nga shoqët e kursit. Si lloj pseudonimi? Po, si lloj pseudonimi. Sepse jo nuk quhej Ema realisht. Po, ndërkaq që në tërësi, me sa duket Kadaresi pëlqejnë shumë emrat me tingëllim universal, emri Ana ose emri Diana, të cilët ju e përmendët pak më lart tek Prilli i Thyer, por jo rrallë personazhet ose më saktë emërtimet e personazheve të tij shënjojnë shtresën nga i përkasin, të cilës i përkasin, ose shënjojnë mjedisin nga vinë. Mjaft të kujtojmë plakën Nurihan ose të gjitha emrat e zonjave tek Darka e gabuar, të cilat rrëzohen kur i thret shoqe, Nesibane të tjerë, ndërsa emri Gjorg shënjon mjedisin nga ai fanitet, rrafshin. Po, për ta mbyllur kapitullin e mjegullave, pak më vonë përmendëm Natën me hënë për mjegullat. Nuk dua të kthehem tek kjo vepër, as tek krahasimi midis të dyjave, po dua të kthehem të qëndrojmë pak tek fakti që juve i bëni një pyetje Kadaresi, thoni, pra ja hidhni idenë atij vetë, idenë që Nata me hënë ka gjenezën pikërisht tek letra anonime e mjegullave, dhe ju përgjigjet saktësisht, nuk më besohet, megjithatë s'përjashtohet si mundësi. Po, ose jo, ose as po, as jo, ose edhe po dhe jo. Në fakt, a ka një konflikt midis studiusit dhe shkrimtarit? A kishte konkretisht në rastin tuaj? Duket sikur nganjëherë shkrimtarët nuk janë dakord gjithmonë me ato që thot kritiku. Duke i referuar përgjigjes, të cilët sapo e cituat, nuk më besohet, megjithatë se përjashtoj si mundësi, duket se konflikti është tjetër, ai është midis pavedijes dhe vedijes së shkrimtarit. Dhe detyra e kritikut është që përveç të tjera shtërgjumoj edhe fragmentet, idetë, esencat të cilat veprojnë në pavedije për të zhvilluar më vonë dhe për të dalë në forma të tjera. Pra, do të thoja që në mos konflikti të paktën një pranvënie të kundërtash qëndron pikërisht tek vedia dhe pavedia e shkrimtarit. Në një rast tjetër, gjatë bisedës më të, unë e pyes për ndikimet nga Pushkini. Në rastin e parë, nuk e pranon dhe nuk është se ndalet për të dhënë shtjellime të mëtejshme te kjo pikë, ndërsa gulmoj dhe jap disa raste citimi nga romani, aty fillon dhe gjallërohet dhe tregon se ndikimet nga Pushkini jo vetëm ka qenë, por ai vonë ka kuptuar këtë gjë. Sërish ndërprerje tjetër, të dashur miq, tani do të ndjekim një material në lidhur me titujt më të rinj që ju mund t'i gjeni në librari. Ta ndjekim. Ai është një gazetar të cilit i besohet një detyrë investiguese. Në krye të herës e gjykon të gjithën një shaka. I duhet të zbulojë dhe të shkruajë një kronik për jetën e Stërgjyshes, në lidhje me të cilën askush në familje nuk di asgjë. Stërgjyshja, një mister për cilën nuk është folur kurrë në shtëpi, që kurse fare e re, me mendje lehtësi, braktisi burrin dhe djalin për t'ia mbathur me një dashnor. E që pastaj, një lojë fëmijësh duhet jetë.
Kështu mendon gazetari, por pas këtij mendimi të parë, me të hyrë punës, fillon të zbulojë pak e nga pak historinë më të paimagjinueshme të një gruaje me karakter akoma më të paimagjinueshëm. Historinë e Amelias, as më pak e as më shumë një matahari spanjolle. E një tjetër kohe, e një tjetër lufte, e një tjetër kampi. Por jeta e saj është e jashtëzakonshme për të treguar. Aventurë është pak të thuhet. Jemi duke folur për librin Më thuaj kush jam të shkrimtares spanjolle Julia Navarro, botuar nga shtëpia botuese Editoria dhe që kushton 1.800 lek. I dhimbshëm, shokues, tronditës, sidomos nga fakti që kemi të bëjmë me një realitet. Ai mbërin nga Arabia Saudite ku gratë, me sa duket, dhunohen çnjerëzisht. Fjala është për librin Rrethi i princeshës Sultana, botimi shtëpisë botuese Ombra dhe i përkthyer nga Fjoral Bashahaj. Në të lexohet historia e vërtet e një jete të fshehur pas perçes, brenda familjes mbretërore. Realiteti është i sinqertë dhe me ngjyra tmerri, e megjithatë, nuk është jehon mëshire, por një ulurim e thellë për drejtësi. Lexuesi kudo në botë është ngasmuar ndjeshëm nga ky libër. Shtypi nuk ka ngurruar ta cilësojë si zemër coptues, magjepsës, të pabesueshëm, tronditës. Një libër ku tregohen tmerre që do t'ju lëm pa frym. Libri është i treti në një cikël me të njëjtin argument i autores Jane Sezon. Gjithsecili nga librat e këtij triptiku kushton 1.000 lek. Emma është libri më i ri që vjen nga Jane Austen, botimi i shtëpisë botuese Peggy, përkthyer nga Ledia Dushi. Sipas redaktores pranë kësaj shtëpie botuese, njëkohësisht përkthyese tashmë me përvojë Aida Barros, ka shumë arsye pse libri duhet lexuar. Emma na vjen e freskët pikërisht përmes stilit. Ajo ka përshkrimet, ka gjithmonë edhe atë pjesën e ironisë, e cila e bën gjithmonë të freskët Jane Austen. Është një histori shumë e bukur, shumë interesante që na sjell ndërmend periudhën aristokratike të Anglisë, të atyre viteve dhe të Anglisë viktoriane themi, por që në një farë mënyrë na jep edhe ndarjet klasore. Nga njëra anë kemi një familje shumë të ngritur, nga ana tjetër kemi një familje të varfër, por që të dyja këto familje, domethënë, do gjejnë rrugën e bashkimit drejt lumturisë. Emma nga Jane Austen kushton 1.000 lek. Si një zgjatim të rubrikës së botimeve të reja, do vazhdojmë me një tjetër grup titujsh, po këtë radhë me librat e Violej Sufajt. Do ta fillojmë diskutimin ton me rikthimin e mitit në veprën e Ismail Kadares. Është me sa duket Miguello të Tiranës nuk është studimi i parë që ju bëni për veprën e Kadares. Cili është konkluzioni në lidhje me mitet? Çfarë mund të shpjegoni në lidhje me mitet në veprën? Çfarë keni studiuar në këtë vepër ju? Kjo vepër rrok gjithë spektrin e veprës së Kadares, vështruar në dritën e mitologjisë. Konfigurimet mitike, më tepër se gjendja dhe prani, janë një fenomen që e cilëson, që e shquan veprën e Ismail Kadares. Prandaj, duke qenë se jemi pikërisht mund në zemër të krijimtarisë së tij, unë i kam kushtuar një studim të tillë që lindi fillimisht si disertacion, teze doktoraturës, dhe pastaj u përpunua dhe mori dhe titullin e letrarizuar Rikthimi i mitit. Unë ju kam prezantuar deri tani gjatë gjithë kohës e emisionit si studiusja Violej Sufaj, por me sa duket ju nuk jeni thjesht vetëm studiuse, ju keni dalë deri tani në tregun e librit me 3 libra mirëfilli letrar. Midis studiuses dhe shkrimtares, ku qëndroni, si qëndroni, çfarë është që ju vjen dhe ju josh të themi për të studiuar diçka, për atë argumenti, çfarë të vjen si një joshje për të bërë një vepër letrare? Kënaqësia që t'jep puna e studimit është një kënaqësi pune, një kënaqësi e përmbushjes, e kryerjes së një pune, është e pakrahasueshme natyrisht me atë lloj kënaqësie sublime që ta jep letërsia artistike.
e kam detyrimin për të studiuar, unë punoj në universitet, prej 12 vitesh jam pedagoge e letërsisë shqipe, dhe kur do herë do t'i përkushtohem, gjatë gjithë jetës time, do t'i përkushtohem studimeve të autorëve shqiptar dhe fenomeneve të letërsisë shqipe. Ndërsa çështja e letërsisë artistike, ju a thash, është tjetër gjë. Përgjithsisht për studimin, gjithsesi është një lloj sakrifice për një njerëz që shkruan, është një lloj plijimi intelektual, është kohë që e merr nga koha jote krijuese, është jetë që e merr nga jeta jote, nuk qëndrojnë në të njëjtin nivel. Ju i rrëfet librat që keni në proces? Librat studimor, e keni fjalën për projektet librat që keni në proces, studimor, i konsumoni në biseda me njerëzit përpara se sa të bëhet fakt. Mund të tregoj se çfarë kam në dorë sa i takon studimeve. Nuk mund të tregoj se çfarë kam në dorë sa i takon letërsisë artistike. Atëherë çfarë keni në dorë sa i përket studimeve? Kam një studim tjetër për Ismail Kadaren, i cili do dalë shumë shpejt. Është shumë interesante, përbëhet nga 2 pjesë. Pjesa parë është një reflektim që ka patur në letërsinë frënge, një tregim i tij nivelit antologjik përpara banjës. Janë krijuar 3 tekste narrative, tregime nga autor francez, nisur nga ky tregim i Kadares. Ndërsa në pjesën e dytë tregohet se si jepet romani Kush e solli Dorontinën në kolegjet franceze. Të dy këto i bashkon edhe ideja e reflektimit dhe pranvënies me letërsi të tjera, por edhe disa ide tematike të cilat i kam shtjelluar gjatë studimit. Pas këtij libri i cili është pothuajse gati për botim, do të kemi studime nga autorë të tjerë të letërsisë shqipe, të cilët kam shumë vite që i studioj. Që merreni me to. Faleminderit që ishit në bibliotekë. Faleminderit ju shkof mbar në emisionet tuaja. Të dashur miq, kjo ishte biseda jonë për sot. Folëm për librin Mjegullat e Tiranës të Ismail Kadares me studiuesen Vjolla Jusufaj. Së bashku do shihemi sërish pas një jave të premten tjetër, si gjithnjë, një orë pas mesnate. Deri atëherë, mirupafshim.